Teatri Migjeni në Shkodër u kthye në një ambient festiv dhe plot elegancë, duke u mbajtur mbrëmja gala e fundvitit ndërmendje 2025. Një koncert që bëri bashkë emra të njohur të muzikës klasike shqiptare dhe formacione të spikatura artistike. Në këtë mbrëmje të veçantë u ngjitën në skenë sopranoja Marigona Çerkezi dhe Ardita Meni, të cilat dhuruan interpretime vokale të vlerësuara nga publiku. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që për herë të parë të interpretoja në Shkodrën e bukur, edhe me shumë kënaqësi pranova dhe ftesën e zonjës Elda Laro, edhe të gjithë organizatorëve, edhe besoj që kaluam një mbrëmje shumë bukur, spaku ashtu ndjeva atë energjinë e publikut, edhe jam me të vërtetë shumë e lumtur që isha këtu sonte bashkë me ju. Mbrëmje shumë e veçantë, është hera e dytë që vi në koncertin e fundvitit që organizohet në Shkodër në ndërmendje dhe është kënaqësi shumë e veçantë. Për mua është nder, gjithmonë është nder, sepse kjo orkestër përbohet dhe nga profesor, nga të rinj, pra ka shumë të rinj të talentuar, pra ka shumë emocione, ka shumë vrull, ka dhe shumë profesionalizëm, kështu që për mua gjithmonë është nder. Pjesë e koncertit ishte gjithashtu pianistja Nikol Tula, trombonisti Anton Guri dhe violinisti Ergi Papadimitri në rolin e koncertmaestrit. Performanca u shoqërua nga Kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kulti Malia dhe Orkestra Simfonike e Shkodrës. Përgjithësi edhe kënaqësi e veçantë edhe për mua që kthehem prej Gjermanie, prej studimeve të mia, por si salla e teatrit normal nuk knihem në asnjë vend tjetër, edhe normal publiku më dhuron gjithmonë urësi, edhe ishte absolutisht një kënaqësi e veçantë. Dirigjimi u besua Elda Laros dhe Erio Daja, të cilët krijuan një harmoni të plot mes orkestrës, korit dhe solistëve. Mbrëmja u prezantua nga Evi Reqi, e cila interpretoi edhe këngën e njohur Ave Maria. Jam shumë e nderuar dhe e privilegjuar sepse është hera parë në fakt për mua që prezantoj edhe këndoj në Teatrin Migjeni. Mama ime ka qenë gjithmonë pjesëtare e kësaj orkestre, gjyshën e kam shkodranën, kështu që për mua ishte diçka që e papritur si ftesë, po shumë e privilegjuar që Elda Laro ma bëri këtë ftesë. Mu duk si kur shkoj mirë, publiku shkodran nuk zhgënjen asnjëherë dhe uroj që ta përsërisim sa më shpejt këtë gjë, sepse teatri jep tjetër kënaqësi nga skenat e tjera. Ndërmendje 2025, në mbështetjen e Bashkisë Shkodër u prit me interes të gjerë nga publiku dhe u konsiderua një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore të fundvitit në qytet.